Unë e mendoj që kjo kish me qenë me qëndrueshmja për këtë mandat, sa i përket çështjes raporteve me të hujtë me Amerikën, unë mendoj më shumë në kamuflazha këto senebra se kush ka raporte të këqija me Amerikën. Kallëzom, apo menon që ka shansa me pas një koalicion LDK vetëvendosje? Pashë që tash, unë e mendoj që kjo kish me qenë me qëndrueshmja për këtë mandat, po të ndodhte diçka e tillë. Nuk është që kam informacione të sakta se deri ku kanë shkuar edhe se a kanë filluar s'pako këto procese. Por s'po përdoret, më fal që s'po përdoret Shpejtim Bulliqi si njeri që ka meqen LDK, ka të njoftë LDK. Po shqo tash me ty, mes tjerash. Ju e dini që ne kemi shumë meq andej, për arsye se me ata shokë me cilë kemi punu gjatë kohë, nështë nuk i kemë atë raporte. Albin Kurti pëse s'po të përdor, në mënyrë të mirë përdor, jo keq përdor. E kam parasysh pyetjen tuaj, unë e besoj që ne bëjmë përpjekje për me qenë pjesë e këtyre procese, po sigurisht që ka dhe vija tjera për mes cila mund të komunikohet mes këtyre dy subjekte politike. Fundja na dim që kryetari aktual i LDK-s ka qenë edhe ministri zotit Kurti dhe besoj që duhet të kenë ruajtur disa raporte prej asaj periudhe kohore që mujnë edhe drejt për drejt pa pas nevojë për ndërmjetësues ta bëjnë një gjë të tillë. Shpejtim, la përshtypje që the e vlerësove që më e qëndrueshmja e u shprehje koalicioni mes LDK-VV do të ishte i qëndrueshëm. Saktësisht ku je ullun ti, para 2 dite ishte ullun i Mire Ahmeti e tha, unë friksohem që qaj koalicion është i pa qëndrueshëm, që neve apet na bjem puna me dëshpru elektoratin, himën koalicion me vetëvendosjen edhe apet duhet me u rëzu qeveria, nuk është i qëndrueshme, sepse vetëvendosja i gramet vetën në relacion me dialog, relacion me Amerikën, edhe na duhet me rëzua qeveri. Për që të na s'podoj me hi koalicion me vetëvendosje, që ma vonë mës me dështu qeveria. Qka i thu që saj analize që prej tëne ishte e sinqerë, që shtu menojnë ata. Ti po menon të kundërt. Jeta, një qashtë duhet kemi parasysh na pranverën ashme kemi qështën e prezidentet të vendet. Një proces kogja sfidus që nuk do t'jeti lehtë për të kaluar. Dhe nëse do të bëhen dy subjekte politike që munden potencialisht ta kemë një prezident, ta t'i kalojnë sfidën e prezidentit, zgjedhjes prezidentit pa një të lashët madhe, unë e besoj që është koalicion i qëndrueshëm. Ndërsa sa i përket çështjes raporteve me të hujtë me Amerikën, unë mendoj më shumë në kamuflazha këto senebra se kush ka raporte të këqija me Amerikën. Pse po mundohen këtë formë? Mirë, s'pe banalizojmë raportet këqija, mirë po, e ke një proces ku që tash ka dalë publikisht ambasada amerikane ka thonë dialogu strategjik nuk do të vazhdoj, e ke momentin krejt e kena po dramën me Grenellin. Qeveria Kurti nuk ishte interesume me i bo kompromiset, jo me prish marrëdhënien, po kompromiset nuk ishte interesume me i bo. LDK-ja i thoj ke bëni. Do me thonë, jemi të folë për nuanca dhe taktika, nuk po flasim me shpreje shumë, do me thonë, si përfaqësore anti-amerikane këto. Po qasja e taktikës së këtyne dy partive, LDK dhe vetëvendosje, është e ndryshme, duhesh me pranu. Asnjëri s'o që do me pas kundër Amerikën, po o qasje e ndryshme. Jeta, duhet keni parasysh kompromise kur në pyetjet e integriteti territorial, sovraniteti i vendit, nuk duhet me pas asnjë subjekt politik me askënd.